Vreni këto politikan tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër vetëm tregojnë e më vjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i fije pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtrohet mirën, ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhin, por problemi se nxjerrin e pa varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e brendshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa të përfundu dhe në burg. Si ma në burg ti? Të kena votu për me na ba mirë, se kena problem, mërë bani mirë dhe vetit, për mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shate në gojë si dhe mos ati i cili lofton, ashtë për gjdo ditë, për me pas buken e përdiqme. Aty është e pa falshme. Mkati qënë vdekje. Pra në mkati korupcionit qënë burg. Qënë burg. Thot Krishti, e ta vonë gjdo gjatë, do të dalin dritë. Ka në etje për pushtet shkretit. Pra në edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby.